Ilir, cili është këndi i preferuar në Kalan e Petrelës? Këndi i preferuar. Ne këtu po themi ndodhemi në qendër të Kalas dhe po të shikojmë, ne mund të shikojmë në të katër kahet kur i thon, nga veriu, nga jugu, nga lindja dhe nga perëndimi. Në pjesën perëndimore kemi njësinë administrative Baldushk dhe më tutje. Në pjesën lindore kemi njësinë administrative Dajt, malin e Dajtit. Nëse do shkojmë më tutje, do shkojmë drejt njësisë administrative Bërgjit dhe Krap. Kemi pjesën lindore ku vim nga, po themi, nga qyteti Elbasanit. Dhe në krahun tjetër, në anën veriore, po themi, mund të shikojmë drejt qytetit Tiranës, drejt qendrës së Tiranës dhe më tutje. Bukur. Në fakt, qyteti Tiranës tani shumë i nxehtë, por temperaturat këtu në Petrel, në çfarë do lloj ore të vish, më duket sikur është më freskët se sa normalisht. Është pak më freskët. Që mund të mendohet sepse është prej guri vendi edhe mund të jetë më nxehtë, por realisht ne jemi këtu edhe ndihet më freskët. Kështu që mund të jetë ideale për të kaluar edhe ditë të nxehta, një drek apo diçka. Darka është akoma edhe më freskët, por edhe gjatë ditës po themi nuk kemi në ato temperaturat shumë nxehta. Ilir, si të lindi ideja të jesh pjesë e guidave turistike? Duke qenë pjesë e stafit të Agjencisë Paqe dhe Rekreacionit dhe një ndër pikat e shumë aktiviteteve që ne si agjenci kemi, ka qenë dhe pjesa e hiking. Ku ne shkonim dhe shiqetonim dhe vizitonim çdo fshat të Bashkisë Tiranë. Duke qenë pjesë e Petrelës, pse jo më lindi ide duke parë pjesën historike të fshatit, duke siç e theksova dhe pjesën e Kalas së Persqopit, Varri Monumental i Lirë, Kala e Petrelës, po të shikosh luginat që ka e gjithë fshati Petrel, pse mendova për njerëzit që vinë çdo fundjavë ose të qoftë për turistët, ta vizitojnë akoma dhe po themi dhe në mënyrë më të dëndur fshatin dhe për të parë të gjithë bukuritë që ai ofron. Për të gjithë ata që duan ta vizitojnë Petrelën dhe nuk e kanë parë ende, çfarë mesazhi ke për t'u dhënë? Mesazhi shumë i qartë, mos humbni kohë. Nëse nuk keni një ditë ose nëse nuk keni një moment ose hezitoni se çfarë duhet bëni këtë fundjavë këto pasdite, hipni makinës ose për ata të apasionuarit e motorëve apo qoftë të biçikletave, mirë se të vinin në Petrel. Sepse Petrela ofron turizëm, ofron kulturë, histori, relaks, qetësi dhe ushqim shumë të mirë. Fantastike për të kaluar një fundjavë apo qoftë edhe një nga ditët e nxehta në të cilat ne ndodhemi. Mirë, do doja të zhvendoseshim në një segment tjetër të fshatit të Petrel, kështu që e vijojmë edhe bisedën bashkarisht atje. Ilir, çfarë i mahnit më tepër vizitorët kur vinë në Kalan e Petrelës? Midis shumë gjërave, një ndër gjërat që lëmbretha tek turistët është pastërtia, është ruajtja e identitetit të fshatit, pra po themi të gjithë sheshi, rrugët me përlagje, janë të gjitha me mur prej guri, portat prej druri karakteristike, por t'ju përshtatur sadopak edhe pjesës së Kalas dhe gjës historike që ofron Petrela. A ka ndonjë moment gjatë guidave që ju ka lënë mbresta? Se normalisht që ka edhe situata të ndryshme. Ka situata të ndryshme, siç ka dhe emocione, ka dhe adrenalin, po ka dhe pak, po themi, frikë, se s'mund të themi ankth. Ku qëndron frika? Në momentet për shembull që ka njerëz që kanë për herën e parë që ushtrojnë hiking, ose kur shikojmë në ato terrene deri diku sadopak të thepisura të vështira dhe në momenti kur dikush mund të rreshkasi ose ndonjësh që ka pak fobi lartësit, varet nga momenti. Por që fatmirësisht asnjëherë nuk ka pasur problematika dhe raste të veçanta. Po ka në tjetër ndonjë situatë më të bukur apo emocionuese apo çfarë, sepse situatat me njerëzit janë të ndryshme. Patjetër, po ka momente për shembull që ka grupe njerëzish që mund të takojnë edhe për herë të parë, që bëhen pjesë e një guide, që mund të jenë nga, po themi, nga palestra të ndryshme, që ndoshta është edhe pak trendi i kohës që frekuentojnë gjatë ditëve palestrën dhe fundjavë ja lënë pjesë bërë një hiking në natyrë ose po themi ushtrime në natyrë. Nuk njihen rastësisht aty ose këmbejnë biseda ndryshme ose ndoshta dhe ndonjë ushqim, po i rikthemi fëmijërisë tonë që i ndanim gjërat me njëri tjetrin.
Pastaj varet nga momenti si mund vi E situata. qartë. Në fakt, fshati Petrel është parë në fakt edhe në kinematografinë shqiptare, por gjithashtu ju më mirë se unë mund edhe të përmendni disa edhe bashkëpunime që janë bërë dhe me institucione të tjera ku fshati Petrel i është dhënë një dimension tjetër, përveç atij historik, por kulturor dhe artistik. Është e vërtet në Petrel, në sheshin Mamica, janë dëgjuar disa filma ku mund të them paktën që nga vitet e komunizmit, por edhe në pjesën në vitet e demokracisë, një ndër filmat që unë kujtoj dhe them me krenari, se kam qenë dhe vetë pjesa e filmi Parrullat, me regji të ndirit Gjergj Xhuvani dhe një kas aktorësh shumë të mëdhenj, ku mund përmendim Agim Qeriaqin, Artur Gorishtin, Luiza Xhuvanin, Birçe Haskon. Është dëgjuar në Petrel dhe në Gracent Elbasanit, ku pjesë ka qenë sheshi, disa shtëpia të fshatit dhe të gjithë fëmijët e fshatit që interpretonin. Emocione dhe nostalgji. Ka qenë filmi Maja, dhe disa filma tjerë pak më të kohës, më të modës, filmi Tuneli, me të madhin Robert Ndrenika. Pra, është jo vetëm atraksion turistik dhe historik, por është edhe një ndihmës edhe për kinostudien shqiptare për të xhiruar dhe për videoklip apo ndoshta evente të ndryshme. Ilir, këtu jemi në një segment tjetër të fshatit Petrel. Ku ndodhemi eksakt? Këtu ndodhemi në qendrën e fshatit Petrel, si të themi në zemrën e fshatit. Këtu është pjesa kryesore ku këtu shkojnë drejt familjeve ndër më të vjetra në Petrel me ndër vite e vite me radhë, po themi qindra vjeçare. Këtu kemi, siç janë edhe shtëpitë shumë të vjetra, kemi edhe pjesën e Ullishtës dhe shumë pemë të tjera që janë po themi që bëjnë karakteristike të zonës. Siç e thamë edhe pak më parë, jemi munduar të ruajmë sadopak identitetin e zonës, ku përfshihen rrugicat prej Guri, muret e rrethuese, portat prej Druri e më tutje. Bukur. A është kjo një nga ato destinacione që vjen dhe i sjell zakonisht turistët e guidës? Çfarë kërkojnë ata më tepër? Është një nga pikat kyçe, pra ku neve që i mirëpresim turistët ose qoftë ato vendet ato thuaj, një nga pikat kryesore që ne i tregojmë është dhe pjesë rrugë e këtij identiteti ku për postë të tjera vizita e Kalas apo Kalas Persjovë dhe Kalas Petrelit është edhe pjesa e fshatit, pra në qendër të tyre ku ato takojnë banorët, shikojnë identitetin e ruajtur, shikojnë këtë lloj bukurie që ne jemi munduar deri diku ta mbajmë sado pastër dhe të shkojmë drejt origjinalitetit dhe t'i ruajmë ato. Ilir, a ka të rinj që investojnë në fshatin e Petrelës, domethënë të rinj të cilët e shohin me vizion pjesën e turizmit për ta zhvilluar dhe po investojnë këtu? Po, kemi disa shembuj, kemi disa të ri djem të zonës që kanë investuar në pjesën e agroturizmit, që të cilin e kanë ngritur gradualisht, dhe ka dhe të ri që të shkolluar në Tiranë apo të shkolluar dhe jashtë Shqipërisë kanë parë dhe vinë këtu dhe sjellin modele të ndryshme investimi, ku mund të themi jo vetëm në agroturizëm, por edhe në ide të tjera biznesi që nuk mund të themi që janë siç i ka qyteti, por mundohen që ato të përshtaten dhe të kthehen në origjinë siç kanë qenë prindrit e tyre ose gjyshrit e tyre. Ka dhe të rinj që gjithashtu janë larguar nga fshati i Petrelës, ndoshta për një jetë më të mirë. Sigurisht, por nëse do të ketë një mesazh të drejtë për drejtë, të cilën ju ja jepni direkt tani nga ora e Tiranës për ta. Mesazhi për ta është i thjeshtë: riktheuni ku kanë lindur të parët e tyre. Bëni atë çka ato kanë bërë më përpara. Të ruajmë identitetin jo vetëm fizik të vendit, por pse jo edhe familja të trashëgohet dhe pasardhësit e tyre të rigjejnë veten këtu. Unë e shijova shumë vizitën sot në fshatin Petrel. Faleminderit. Gjithashtu edhe unë do të thoja të gjithëve, është disa herë që unë e vizitoj Petrelën dhe gjë një akoma edhe më shumë më vjen të vi qoftë për ushqimin që ka, qoftë për freskinë, qoftë për natyrën e mrekullueshme, janë arsye kryesore këto që na bëjnë të vimë dhe të vizitojmë një vend, përpose e kemi pjesë të vendit tonë. Të falenderoj shumë për kohën dhe që ishit pjesë ora Tiranës dhe për gjithë vizitën që më bëri. Kënaqësi është e ime. Kënaqësi, faleminderit.